Të rinj t'ikën, kush do bëj fëmijë në pleqt? Rruga një që shkatroi fare këtë fshat. Shkatrua çdo lloj gjë dhe jemi të detyruar që të lëvizim gjithë. Është shmenduri për çdo lloj qeverie. Njerëzit po ikin, investime nuk po ka më. Për nam Zoti kemi. Për gjatë rrugtimit tonë nëpër fshatrat e Shqipërisë, ndalesa e radhës na çon në Tunj, një vend që mbart një identitet të fortë lokal. E vendosur rreth 15 kilometra larg qytetit të Gramshit, Tunja shfaqet si një nga ato fshatra që nuk është thjesht një pikë në harë, por një hapësirë ku koha duket se ka lënë gjurmë të thella. Sipas banorëve të zonës, Tunja ka qenë dikur një komunë me rëndësi, që në kohën e mbretit Zog. Në atë periudhë, por edhe më vonë, ajo përfshinte në administrimin e saj plot 11 fshatra, duke u bërë një qendër organizimi dhe zhvillimi për të gjithë zonën. Edhe sot, në rrëfimet e banorëve më të vjetër, dihet krenaria për atë periudhë, një kohë kur Tunja kishte një rol kyç në jetën sociale dhe ekonomike të krahinës. Natyra që e rrethon jep një qetësi të rrallë, që të fton të ndalesh, të dëgjosh dhe të kuptosh më shumë. Përballë ngrihet mali i Tomorrit, i cili në çdo stin të vitit ofron një pamje ndryshe, herë i mbuluar me dëbor, e herë i gjelbëruar, por gjithmonë aty, i pranishëm, si një simbol i qëndrueshmërisë dhe krenarisë së kësaj zone. Në këtë përballje mes natyrës dhe historisë, Tunja merr një dimension tjetër, një vend ku koha duket se ka ndalur, dhe ku nga gjithçka që ka qenë dikur, sot kanë mbetur vetëm natyra dhe mali përballë, të heshtur, por dëshmitar të gjithçkaje. Braktisja masive e këtyre zonave, si pasojë e mungesës së rrugës dhe ujit, ka vënë në vështirësi të mëdha këta pak banor që kanë mbetur në këtë anë. Më mirë të themi çfarë vështirësie nuk ka, se të gjitha janë vështira. E të parave është rruga, që kaq vite edhe të rrinë 10 km rrugë pa bërë, që nga ura e lumit edhe deri këtu, është shmenduri për çdo lloj qeverie. Kanë qenë shkolla me 200 nxënës, ka arritur me 13-14 nxënës gjithsej. Pse janë larguar? Dhe nga klasa e parë deri në të 5-ën janë bashkë ata që janë, po aq janë gjithsej. Janë larguar, po ka ngelu pleqt vetëm. Kush do bëj fëmijë në pleqt? Të rinj t'ikën. S'ikën nga e mira, se asnjëri s'do t'ikën nga shtëpia e tij për qef. Po nga e keqja se nuk jetohesh. Sa fëmijë ke? 3 çuna. 3 çuna. I ke këtu? Një në Tiranë, 2 në Gjermani. Me kë jeton këtu? Me gruan invalide, për nam Zoti kemi. Njërin e kam Tiranë, ka marruar për inxhinieri mjedisi dhe punon shofer. Se në punë nuk e fusim, se pyesin për çfarë krau je. Për çështje politike? Po, politike në vend. Jetoj në Gjermani, jetoj ande, kam 3-4 vjetë që arri ande dhe tani kam ardhur këtu, po e shoh që nuk mund të rish dot në këtë zonë më, se thjesht është shkatruar çdo lloj gjë dhe jemi të detyruar që të lëvizim gjithë. Ka patur në farë gjallëri deri tani, po tani tutje po su bë rrugë tjetra po do ikin njerëzit. Këto shqetësimi i parë rruga një që shkatroi fare këtë fshat. Rruga huj. 2 pjesë
kryesore du më burë. Kam qenë një shtetit, thash të ktheshe, po u pendova pak. U pendova se ja, si po e flasim, e bëm prodhimin, ku da qosh, ku da bësh. Kam qonë në një fshat tjetër, pa herda këtu, si për më mirë, si isha si qendër këtu. Kjo u bëm keq, në ajo që isha unë atje. Komuna dikur ka pasur mbi 4.000 banor, ndërsa tashmë në këtë zonë ka mbetur vetëm rreth 1.000. Fshati ku ndodhemi sot e tregon edhe më qartë këtë realitet. Nga rreth 300 familje që i kishte dikur, sot ka mbetur vetëm 30. Një zbrasti që nuk matet vetëm me shifra, por me jetët që janë larguar dhe me heshtjen që ka mbetur pas. Sa banor ka pas afërsisht Tunja? Ka pas 4.200 banor. Me letra janë ca se kanë hikur dhe i mbajnë këtej, por as 2.000 nuk janë sot. As 2.000 banor. Përgjysmore. Dhe këto përgjysmime janë vitet e fundit më shumë, apo jo, këto largimet masive? Largimet e shumta pati fillimisht me ndryshimin e sistemit, po të shumtat janë në këtë 10-12 vjeçar. Për para ka qenë mbi 300, i me ka gelur, as 30 shtëpi. Po ka për në një plak, në një kështu pleqëria të rintikën. Po të kishte ata do ktheshin, do vinin këtu, po të ishin këto komditat e tjera. Problematikat në përfshatra janë pothuajse të njëjta. Banorët nuk kërkojnë shumë, vetëm rrugën dhe ujin, si kushte bazë për të jetuar dhe punuar në vendin e tyre. Me këto mundësi minimale, ata do të mund të shfrytëzonin burimet që ofron fshati dhe të vazhdonin jetesën aty ku kanë lindur. Por mungesa e rrugës dhe e ujit e bën jetesën gjithnjë e më të vështirë, duke i detyruar shumë prej tyre të largohen. Cila është problematika më emergjente e juaja këtu, domethënë? Me emergjentja thash është rruga, e dyta është ujë të pishëm. Me të keq, me një burim, 3 familje, 4 familje, mushim me radhë në një qik, se nuk ka. Gjatë verës, shumë keq. Se tani dimër që bjesh në dhe shira, hajde. Por këto dyja janë më problematike. Ka dhe lisi lartë që kam qonë në vend liun atje, nuk ka rrugë. Kam blokun atje me ullinj me rrush, o shemu, nuk vjen pa droma, e kemi thonë, s'kemi qavem atje. Rruga problem ka qonë dhe hoshtë. Si e pe, kemi vlizu e shteti dhe vim prap këtu, se kemi familje këtu. Dhe vim. Ka shumë familje që kanë një shpërngull fare s'ka si njeri këtu? Ka niku, qumë dit ka niku. Qumë dit shpia dhe i ke bosh. Dhe përsa i na po në rrugët, shumë. 15 kilometra, sa na gram që këtu. Ky fshat i ka shumë mungesa ujë, ndryqime, rrugë. Njerëzit po ikin, investime nuk po ka më. Ka qenë shumë njerëz që ka pasur kjo komuna këtu, dhe tani në qoftë se do mirëshe një mas një investim, një diçka këtu, do bësh zona më e zhvilluar nga siç ka qenë vitën parë, se tani thjesht janë drejt shkatërimit. Kemi taksat pagus të rregull, mi po nuk jemi të kënaqur me këtë lloj qeverie kështu. Qeveria për radhë parë detyrimet e veta. Duam ujë, duam rrugën, siç po e flasim. Kemi mbjellë edhe arat. Kam livando, kam 3 hektar livando. E korim, i shërbejmë, bëjmë, nuk po na shitet. S'kemi trege, ja mblodhem me bëm, e kemi aty, nuk po e shesim dot. Këto ndihma duam në qeverinë. 4-5 gjëra që janë. Që të siguroj tregun e produkteve që... Po, tamam, atë e themi, se punën nuk po, i themi të vitë në mbledhin vetë, ku i thonë. Kemi shumë gjëra, ujë s'kemi në fshat. Vjen kohë behaj, nuk kemi ujë me nder për të larë, jo... Vojmë shumë pjesë e vaditës nuk bëhet laf. Kemi mbjell shumë pemë, ullinj, livando, po është e kot. Fadromat e gjëra kështu nuk mund të vinë asnjëherë këtu. Se 2026 mos ketë rrugë aty, ja rinia janë këtu, janë gjithë drejt tikje. Nëse do ishte bërë më përpara, nuk do kishte niku kaq njerëz. Kjo ndërtesë e madhe është shkolla e fshatit, ku aktualisht zhvillojnë mësimin vetëm 13 nxënës. Dikur, kjo shkollë ka pasur një numër shumë më të lartë nxënësish, në përputhje me popullsinë e zonës, e cila ndër vite ka pësuar rënje drastike. Shkollë s'ka.
Ishe shkollë e mesme u mbyll. Ikin në gram, shkojnë anej, s'ka, asë 10 nxans, 15 janë, na 300 ka qenë këtu. Na punë e rrugës, na punë e kësaj, hikën, të rinjt hikën. Qa ka ngelur, kemë ngelur në pleqë tani. Banorët tregojnë se reforma territoriale e vitit 2015 ka ndikuar ndjeshëm në jetën e tyre. Shumë prej shërbimeve që dikur ofroheshin në fshat janë zhdukur, duke i lënë komunitetet gjithnjë e më të izoluara. Në mungesë të shërbimeve dhe infrastrukturës bazë, shumë familje nuk kanë pasur zgjidhje tjetër veç se të largohen, duke thelluar edhe më tej boshatisjen e zonës. Kemi ngelur ku 2 pensionistë në një familje është dhe tek. Edhe kemi ngelur për nam të Zotit në këtë vend, që ka qenë komunë qenë kone Zogut. Tunja këtu, ka qenë komuna këtu për tej. Enveri i ndërroi emrin i bëri lokalitete, përsëri komunat kur u ngritën komunë deri në 2015. 2015 që fatale për fshatrat, jo vetëm për ne, po anë bashkë Shqipërisë. Sepse u hoqën të gjitha komunat dhe i thonë një emër tani qendër qatë drejtim. Njësi administrative. Mirë po, ajo s'ka asgjë në dorë. Sa i thot administrative, po çfarë administron? Kur s'ke 5 lekë të blejshin lampë të zyrës aty, po do vesh ta marrësh në gramësh dhe atë. Çfarë administrimi është ky? Ky është administrim në atë prapt. Komplet, hiku shërbimi ndaj popullit. S'ka shërbim. Ka qenë posta më përpara këtu, komuna, spitali ka qenë ajo pjesa aty poshtë. Ja tani është bëjnë qendje shëndetësore dhe tani qendra shëndetësore po mbyllet avash avash. Mund të zgjasë edhe një vit kjo pjesë, edhe nuk mund të zgjasë më. Nëse nuk do marrim masa edhe shteti dhe bashkia komuna. Shqyr që kemi fermier, na shërben, e kemi këtu vendali, kurse të tjerat. Që na kanë bërë pa, kodin për vizit do ta marrim Kodovjat. Nuk e di a e dini ku bie Kodovjati. Është një fshat tjetër larg. Është për tej Devollit, rrugë që shkon për Korç. Andaj është dhe që andaj me infermierët do bisedoj me doktorin e Kodovjatit ato që të bjerë kodin për vizit. Ishim për para, po kishim ato të shnetësisë. Edhe vinja vizitoshe. Kushte i me do dali kodi, do preshti kodin, pa të vemin atje të vizitojme. Në Elbasan do shkojsh. Ne pensionista jemi. Ku presim neve për 15 ditë, 20 ditë. Ata ishte 2 gusht, njëra dilte me 27, njëra dilte me 29. U detyrova shkova në Tiranë, pëse, të privati. Njerëzit nuk do kishin hikur, po t'ishte borda rruga, po t'ishte edhe shkolla. A për vota po, të garantojnë, e plotësojnë, bën gjë sikur i shkruajnë. Bën gjë sikur se ka shuti shumë hera, po, do t'i bëjmë pa problem. Një puna ja siç është pa dhe vetë, nuk kanë terzi fare. Kur vinë deputet, na premtojnë, na bojnë këtu. Turp edhe ata deputet, sa i rri 4 vjet atje, edhe mos vi njerë si bëhet deputet, edhe thoj për hallet, qa halli kini ju, njerë vinte. Edhe a i ka ndetu 4 vjet deputet, e kërkom prap. A i deputet i ka qo 4 herë, nuk ka hardu as njerë, mos dalim mo atje. Kryeministrit da bëj rrugën, të ngrej pensionet, se pensionet rrinë në vend, çmimet në qelt, jetojnë më keq se në atë kohë. S'ka në fund muajit do të shtysh të marrësh ilaçet. Sa në këtë moshë grumullojnë gjithë smundët. Edhe ngelëm Gramsh, Elbasan, Tiranë. Në për spitale. Kështu urdhje më. Mbrëmjeve, banorët mblidhen në lokalin e vetëm të fshatit, një nga të paktat hapësira ku ende gjallon jeta sociale. Aty, mes bisedave dhe shqetësimeve të përditshme,
Shpesh herë lindin edhe debate me Veselin, punojësin e njësisë administrative, për dy problemet kryesore që ata i shqetësojnë, ujin dhe rrugën. Diskutime që përsëritën çdo ditë, por që ende presin një zgjidhje. Kemi qenë rreth 5.000 banor, tani jemi 1.000 rreth 1.200 banor, gjithsej. Duke përmbledhur 11 fshatra, Saracen, Prenjas, Katërlis, Tunj e Re, Duzh, Lubinj, që ke qenë Lubinj, aja sa fshatrat kanë ikur nga Jansh, janë qendër, janë Shmal, komplet 11. Tunj qendër, këtu bën 47 shtëpi. Kemi dy tunja, Tunja qendër dhe Tunja e Re Matan. Tunja qendër bën 47 shtëpi, Tunja Matan bën 35 shtëpi. Sa banorë përse shkanë ngel tani këtu, fshati? Këtu, fshati. Rreth 200 banor. Rreth 200 banorë. Më shumë janë 3 vjetër. Ja, këta jam të rinj, dhe më të vjetër ja filloj nga ky unë. Unë ka pat shansin, ka punuar këtu 40 vjet. Në jam vetëm i ri që dëshmitar, që jam 40 vjet punoj këtu. Në kohën e kooperativës, në komunë, tani jam te bashkia, njësia. Punoj. Si ka qenë jeta? Jeta, më përpara, po e partisë punës, buk mirë se kanë. Punë, punore që bam, ditë punës, bam, ditë punë. Ishë shumë para. Po t'i jepi ditë punë e vinte, po t'i jepi 100 lekë nuk vinte. Se zonë e lekë, vetëm ditë punë që zonë. Se kupton dhe. Po një që ke në njësia që ka për të marrë në llogari, se ke sjell investime këtu. Investime, çfarë investime të sjell punë? Rrugën pra. Rruga tani ta rrugës gjithë rrugën ka folur, e kuptoj, rruga. E vërteta shumë e vërteta. Se këta do shumë pafshi rrugës në Amerikë, po zbeta, se jemi Gramshën. Gramshë ka 11, shoh 9 njësi Gramshë. Ka me mbi 100 kilometra të pasfaltuara. Sepse vitin tjetër është reforma administrative. Vitin tjetër. Edhe ka mundësi, po ngeli tunja, që do ngelet njësi, po ngeli, do një asfalt, s'ka u shkon. S'ka ku venu investime, tu do vinë. Me ujtë e pishëm, si jemi mirë, kemi patur ju i sjellës të lagja ku qëtë të fështë sportit, është degraduar, është prishur, tonë të rrëllohet, do shkolla një për një nuk ka ujë, e vërteta, sepse janë ca puse, ato puse u lanë gjysmë në i firmë, jo nga bashkia, po në i firmë, që i firmë e ujë, e bërë edhe lubinja, jo? Kemi banjo, po s'kemi ujë. Po për ujë, thasë, banjës për me në banjë, për ujë. Mësimi e prejmë bek, kanë ikur e s'ka me, dhe mësus e ka me përtim atë, sepse kanë ngellu familje më dopta, njerës pak, për kushtimi ra, një ditë rëshqet të zvijën të buzi, zbet mësim, por për njësi. Kjo është proces që po ndodh gjithanë në çdo fshat. Po, mos lavdrojmë ne, është proces gjithë zonë rurale. Por që edhe ca investime bazike, ca gjëra duhen se ja pra rruga, kryetari i bashkisë nga premtuar, do të fillojmë mas të fillojë zavorimi, rulimi. S'po themi do bëj asfalt, gjej unë banor, nuk do bëj asfalt mirë për mirë. Më vonë, shikoj çfarë ndodhi vitin tjetër. Basi ti ngjë dhe nga këto. Po, i këtu vitin tjetër. Tani nëse hap një biznes unë blegtori, për të ngrënë japon, po për të pirë, ku të japon? Çfarë për të pirë? Ujë. Po, ka apus, bëj rezervuar. Kur s'ka ujë unë sa hap dot, se marr dot fare drejtime. Po, tani do bie investojë, do të vi ujë para që ky të bëjë investimin. Po tani ujë. Ujë, buk, drita, rrugë, jetike. Çfarë bëjmë? Ujë, vetëm ujë. Ujë, rrugë. Duket sikur kjo është edhe rezistenca e fundit e këtyre banorëve. Por nëse situata mbetet e njëjtë, nuk do të jetë larg dita kur as këta pak banor nuk do t'i gjejmë më këtu.